أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد falenderimet, lavdërimet, gjitha adhurimet I takojnë Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë, falje, shpëtim dhe ndihmë vetëm prej Allahut Azza wa Jall kërkojmë. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall për mirësitë e shumta që na I ka dhënë, në veçanti e falenderojmë për mirësinë më të madhe që na e ka dhënë, mirësinë e imanit që është shpëtim në natën e varrit dhe është dritë dhe shpëtim gjithashtu ditën ku të dalmi para Allahut me dhënë llogari. Paqja, mëshira dhe gjitha mirësitë e Zotit qofshin për njeriu më të dashur në mesin e gjitha krijesave, për të dërguarin e tij të fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, I cili erdhi mëshirë për gjithë krijesat, në veçanti erdhi ai salawatullahi wa salamuhu alaihi për të nxjerrë njerëzimin nga errësira e kufrit drejt rrugës së Islamit në dritën e Islamit. Gjithashtu paqja dhe mëshira qoftë edhe për familjen e tij të pastërt, shokët e tij besnik dhe gjithë ata të cilët e pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në çastet e fundit të kësaj bote. Elus Allahun e madh që Allahu xhelle xhelalu të na bëjë edhe neve nga ata që e pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në vazhdimsi. Dhe padyshim që ai I cili hec pas hapave të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, padyshim që do ta meriton shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit. Gjëmatë nderuar, gjithashtu elus Allah në madh që edhe këtë ditë të bekuar të Ramazanit Allahu të e pranon gjitha duat, lutjet të cilat I bajna Allah I madhruar ti pranon dhe ti peshon në peshorën e veprave tona ditën e gjykimit. Ndoshta në këtë botë ne nuk e shohim vlerën, por se një ditë kur dalmi para Allahut Azza wa Jall, gjithë do të shohim sa kanë me peshu gjithë të vepra të mira të cilat I kena bërë vetëm për Allah. Vazhdojmë sot inshallah me lejen e Zotit xhelle xhelalu me surën e radhës, që edhe kjo sure është pjesë e xhuzit të fundit. Surën At-Takathur është një sure gjithashtu që ka zbritur në Mekë. Është sure e renditur në Kur'an si surja e 102. I ka 8 ajete, është një sure me pak fjalë, me pak ajete, por se në veten e saj ka një tematikë të madhe, ka një domethënie të madhe. Surja, për me kuptu ma lehtë tematikën e saj, flet për 3 gjëra. E para flet për preokupimin e njerëzve, që në këtë botë shumica e njerëzve që I jepen pas kësaj dunjës, pas gjërave materiale që janë kaluese. Gjithashtu kjo sure flet se një ditë kthimi do të jetë Allahu xhelle xhelalu, dhe pjesa e tretë e surës apo ajeti I fundit të surës flet se për çdo të mirë që na ka dhënë Allahu xhelle xhelalu, një ditë do të japim llogari para Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu xhelle xhelalu, bismillahir rahmanir rahim, alhaakumut takathur, ju ka hutuar rivaliteti për pasuri, për evlat, për çdo gjë të kësaj botës. Pra jeni hutuar dhe jeni dhënë aq shumë pas kësaj dunjës sa keni harruar ahiretin, hatta zurtumul maqabir, e deri kur kjo do të vazhdon deri atë ças kur ti vizitoni varrezat, atëherë do ta kupton njeriu se vërtet pas ka qenë kaluese kjo dunjë. Kalla sawfa ta'lamun, gjithsesi thot Allahu azza wa jall do ta merrni vesh, pastaj thot thumma kalla sawfa ta'lamun. Po, thot ju do ta kuptoni këtë vërtet. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin, përsëri Allahu azza wa jall e përdor këtë fjalë për të na bërë me dije, thot gjithsesi ju do ta kuptoni dhe do ta merrni vesh këtë të vërtet. La tarawna al-jahim. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin, gjithsesi pra ju do ta dini këtë vërtet dhe do ta kuptoni. La tarawna al-jahim, sigurisht që ju do ta shihni zjarmin e xhenemit. Thumma la tarawnaha 'ayna al-yaqin, përsëri Allahu e përsërit, thot po, këtë zjarm që e kena kriju ne, ju gjithsesi keni me pa dhe keni
me përjetu. Thumma latus'aluna yawma idhin 'anil na'im, dhe ju o rob të mi keni mu marrë në pyetje dhe në llogaritë Allahu xhelel xhelalu për çdo gjë që e keni pas prej nimetave, prej mirësive të Zotit në këtë botë. Kjo është përkthimi tekstualisht i kësaj sure, vëllezër të nderuar. Allahu xhelel xhelalu na ka prunë këtë botë dhe ka krijuar këtë dunjë që ne përmes kësaj bote me fitu botën e përtemi, me fitu botën e ahiretit. Ai i cili e ka kuptuar të vërtetën e kësaj dunjës, ai asnjëherë nuk do të mashtrohet pas kësaj dunjës, siç kanë qenë edhe sahabët, të cilët pa marrë parasysh sa gëzojshin të mirat kësaj dunjës, asnjëherë këto të mira nuk kanë qenë që këta t'i mashtrojnë, t'i joshin për të harruar ahiretin. Kjo botë, kjo dunjë është një arenë që çdo kush e jep atë maksimumin. Njerëzit garojnë njëri me tjetrin për pasuri, për evlat dhe për çdo të mirë të kësaj botës, derisa e lodhin edhe trupin e tyre. Andaj Allahu xhelel xhelaluhu në një ajet kuranor dhe shumë ajete tjera kuranore na tregon të vërtetën e kësaj botës. Thot Allahu azza wa jalla në surën Hadid: "I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahu." O ju njerëz, o ju të mi, dijeni fort mirë se kjo botë është një çast, një përjetim mashtrues, është lojë, është defrim. La'ibun wa lahu wa zina, është zbukurim, wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Është një vend ku ju garoni me pasuri, garoni me kush ka më shumë evlat, kush ka më shumë pozitë, kush ka më shumë pasuri. Porse Allahu azza wa jall e bie shembullin përsëri të këtyre që garojnë kështu, thotë: "Kama thali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfaran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adhabun shadidun wa maghfiratun min Allahi wa ridwan wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur." Thotë Allahu xhelel xhelalu e jep këtë shembull, këta që garojnë pas kësaj dunjës, e japin maksimumin pas kësaj dunjës, e lodhin veten e tyre pas kësaj dunjës, thotë është si shembulli i atij bujkut i cili e mbjell arën e vet, ja ban hizmetin dhe e jep bereqetin, po për një çast Allahu xhelel xhelalu e merr dhe shkaton, ajo thahet dhe zhduket dhe tërheqet. Dhe dënimi i Allahut azza wa jall është shumë i rëndë, por dhe mëshira e Allahut azza wa jall është shumë e madhe. E kjo botë nuk është ndryshe tjetër vetëm se një çast, një moment mashtrues për jetues që ka më kalu shumë shpejt. Allahu pra na tregon që kjo botë është shumë e shkurtër. Si ki bujku i cili mahnitet me arën e vet, nga çastin e çast Allahu azza wa jall e çon frymën, e than fillimisht dhe pastaj e merr. Kjo dunjë kaq është e shkurtër. Nuk ka kohë për me u mashtru njeriu. Nuk ka kohë që njeriu me u dhon pasaj, sepse është diçka e përkohshme. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu në për hadithe e ka treguar të vërtetën e kësaj dunjës. Se është një moment kalues, është një moment, një çast përjetues që kalon më njëherë. Dhe na ka prunë shembullin si ai udhëtari i cili ulet në hijen e një pemës dhe vazhdon. Nuk ka kohë për me u ndalë këtë botë, nuk është stacioni i përhershëm i njeriu. Andaj Allahu te barek ve taala e fillon këtë sure duke thënë Bismillahirrahmanirrahim: "Alhaakumut takathur." Ju kanë mashtruar të mirat e kësaj dunjës. Jeni dhënë shumë pas kësaj bote, jeni dhënë shumë pas këtyre të mirave të kësaj bote, jeni dhënë aq shumë saqë e keni harruar ahiretin. Allahu azza wa jalla kanë thotë dietar ka mund të më thonë shaghalatkum at-takathur. Mirë po e ka prunë që këtë fjalën alhaakumut takathur gjithçka shumë e madhe, që për një me ju jeni preokupu, keni filluar të garoni mes njëri tjetrit për çka? Për evlat, për pasuri, për të mirat të kësaj botës. Kanë thonë dietar që tefsir ato mufesirinat, kjo sure ka zbritur, kanë qenë difise të Kurejshitëve, fisi i Abdumenafit dhe si fisi Sehm, të cilet kanë garu kush ka më shumë evlat. Dhe fisi i Abdumenafit ua ka të kalu fisit Sehm. Çka kanë bërë këtë fisi Sehm? E kanë thotë që ua kanë të kalu, kanë shkuj kanë numru edhe të vdekurit. Kanë shkuj kanë numru ata që kanë nevare dhe kanë ardhur dhe ua kanë të kalu Abdumenafit. Andaj Allah azza wa jall e zbret këtë sure: Alhaakumut takathur. Jeni preokupu shumë pas dunjos.
jeni preokupu shumë pas evladëve, pas pasurisë. Dhe deri kur kjo do të vazhdon? Kjo do të vazhdon derisa ti vizitoni varrezat. Hatta zurtumul maqabir. Dietarët e kanë komentuar këtë ajet kur na çfarë ka për qëllim hatta zurtumul maqabir, i kanë dhënë disa mendime. E para është vërtet është kur njeriu ta viziton varrin. Pra Allahu Azza wa Jalla na bën me dije që njeriu kur shkon dhe i viziton varrezat, edhe është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me i vizitu varrezat, sikur se në çfarë lloj forme njeriu e sheh vendin e vet ku e ka, e sheh kthimin e vet. Edhe që kjo dhënia pas dunjas, ku ti vizitojsh varrezat, ka me ta bë me dije se një ditë o robi i Zotit ke me lënë këtë dunjë. Hatta zurtumul maqabir. Derisa ti vizitoni varrezat, thamë që edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ju kam ndaluar që ti vizitoni varrezat, por se ju lejoj ti vizitoni tash varrezat. Ishte një hadith më herët që e kishte ndaluar pejgamberi, pasi pak më vonë pejgamberi e lejon me i vizitu varrezat për shka? Thot sepse vizita e varrezave ua përkujton ahiretin. Udhkuru hadhihi al-ladhat, tha pejgamberi përkujtone atë që ua prish lezetat e dunjas. E kishte për qëllim varrezat. Kjo është për një mendim të dietarëve që ka për qëllim me i vizitu varrezat në mënyrë që me ta kujtu që o robi i Zotit mos u jep shumë as dunjas, mos e lodh veten shumë, sepse e jotja është ajo që e han, ajo që e vesh dhe atë që e jep. Por çat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha yaqulu ibn Adam mali, thot biri Ademit, pasuria ime. Tha pejgamberi alaihi salatu wasallam wama min malika illa akelta fa afnayt au labista fa ablayt au tasaddaqta fa amdayt. O biri Ademit, pasuria jote vërtet është ajo që e vesh edhe e vjetërson. Pasuria e jote takon këtë botë atë që e han dhe e tret. Dhe pasuria jote e vërtet është ajo që e jep dhe ajo do të mbet për gjithmonë deri në ditën e Kiametit. Kjo është e vërtetë e kësaj dunjas. Andaj mendimi i ditë i dietarëve që kanë komentuar hatta zurtumul maqabir, derisa ti vizitoni varrezat, ka thënë ka për qëllim që njeriu në varr është musafir. Në këna thonë se pjesë e besimit tonë është, prej kusheve të imanit është me besu ringjallin. Allah Azza wa Jall e ka cek sikur në e përdojnë me fjallën zjarë, hatta zurtumul maqabir, me shku zjaret në bodikan. Sa shko njeri me bo zjaret dikan? Dhe thonë, sa me thonë prej në drejk dhe një kindi, ose prej një kindi dhe në kësha. Dhe me thonë, ne jemi vizitus, jemi musafirë dhe në tokë. Pse se një ditë kina me dalë prej tokës. Nuk është vendi jonë i përhershëm, nuk është stacioni i fundit. Stacioni i fundit është xheneti edhe xhehenemi. Mirë po, jeta e berzave, jeta e të vdekurve, nuk është jetë e përhershme. Edhe pse kena thonë pa besimtarët, kanë dëshirë që të qëndrojnë aty për arsye se e dinë që dënimi i Allahut do t'i pret edhe më shumë. Ata kanë më dënuar prej varr, por se dënimi më i madh do të jetë, do të thonë stacioni i fundit që është zjarmi i xhehenemit. Pra mendimi i ditë thonë që ka për qëllim që ai që është në varr është si një musafir, një ditë do të ringjallet. Andaj Allahu Azza wa Jalla thot hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir, derisa ti vizitoni varrezat. Kella sawfa ta'lamun. Gjithsesi do ta merrni vesh tot Allahu Jalla Jalal. Thumma kella sawfa ta'lamun, kella law ta'lamuna ilma al-yaqin. Këtë të vërtet keni me pa. Gjithsesi tot Allahu Jalla keni me pa dhe të jeni të bindur se keni me pa këtë vërtet të cilën Allahu Jalla Jalaluhu e ka përgatitur për ju. Vëllezër të nderuar, them që Allahu Jalla na ka prunë këtë botë dhe po na tregon realitetin e kësaj dunjos dhe po na tregon që një ditë kena me dalë para Allahut Azza wa Jall. Andaj ai i cili mashtrohet pas kësaj dunjos, ai i cili hipet pas kësaj dunjos, ai do ta shijon dënimin e Allahut Azza wa Jall. Qysh pej në varr. E pastaj edhe ku të ringjallet deri ku të del para Allahut Azza wa Jall, deri në stacionin e tij të fundit. Kella law ta'lamuna ilma al-yaqin la tarawna al-jahim. Thot Allahu Jalla Jalalu, këtë të vërtet do ta shihni xhehenemin, pra do ta shihni. Jo dini mirë se njeriu kur vdes i paraqitet vendi i tij.
Andaj siç ka në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur vdes besimtari i paraqitet xhehenemi, ka me pa xhehenemi. Por këtu ka po qëllim që njeriu ka me pa xhehenemin. Dhe kam i thënë me lajket o robi Zotit, ti ke bë vepra të mira në këtë botë, mos me pas besu Allahun xhelle xhelal, mos me pas bë vepra të mira, ki do të ishte vendi i yt. Andaj ti nuk e meriton këtë, por vendi i yt është xheneti. Edhe pa besimtarit i paraqitet edhe xheneti dhe xhenemi në varr. Dhe i thot, ki do të ishte vendi i yt sikur të kishe punu, sikur të ta kishe besu Allahun xhelle xhelal. Por thot jo, nuk e ke meritu, sepse e ke mohu Allahun xhelle xhelalu dhe tash vendi i yt do të jetë zjarmi i xhehenemit. Andaj disa dietar kanë thonë ka zbrit ki ajet Kur'anor që keni me pa xhehenemin në mesit e juaj dhe keni me përjetu dënimin e Allahut azza wa jalla qysh në varr, thot ka zbritur për arsye, thot disa habi kena mendu që njeriu nuk do të dënohet në varr derisa zbriti ki ajet Kur'anor. E nuk ka dyshim që besimtarët të cilët e kanë besu Allahun dhe kanë besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam do ta kenë shumë malet, biles do të përgëzdohen qysh nga varri e deri në çastin kur të takojnë Allahun te bareke ve taala dhe do të jetë përfundimi i tyre në xhenetin e Allahut te bareke ve taala. Pastaj Allahu subhanahu thot: "Thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im", dhe ju do të pyetni për çdo mirësi që keni pas në këtë botë. Ju do të pyetni për çdo mirësi që keni pas në këtë dunjë, që u ka dhënë Allahu te bareke ve taala, që ato të mira i keni gëzu dhe keni mu vetë për Allah subhanahu wa ta'ala. Kanë thot djetarët këtu njeriu do të vetet edhe për ujtin që e ka pi. Në nxehtësinë e verës, kur e ka pi atuj, ka me vetë Allahu xhelle xhelalu për këtë mirësi, a ka falendëruar Allahun subhanahu wa ta'ala. Për ato tesha që i ka pas, për ato rroba që i ka pas, ka me vetë Allahu azza wa jall, për ato shtëpi, për ato gjëra të mira të cilat ja ka dhënë Allahu azza wa jall, për çdo sen ka me marr në llogari Allahu azza wa jall. A ka qenë prej atyre që e ka falendëruar Zotin, apo ka qenë prej atyre që e ka mohu Allahun te bareke ve taala. Transmetohet në hadithe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditësh del nga uria e madhe, del për kërku diçka për të hangur. I dërguari i Zotit, njeriu më i dashur. Ka ndodhur që pejgamberi sa ditë 3 ditë edhe më shumë biles ka mbet pa ngron kurrë. Del dhe kur del e shef Abu Bekrin, i thot çka të ka nxjerr? Ja Abu Bekr. Thot ja Rasulullah, thot kam dalë nga shtëpia çajo që ka bë ti me dalë prej shtëpisë. Edhe Abu Bekri ishte pa ngron, pa ushqim. Dhe dalën bashkë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, duke ecë e shohin edhe Omerin. Edhe thonë Omerit, çka të ka bë që dalësh nga shtëpia në këtë kohë? I thot Omerit, çajo që ju ka bë juve me dalë prej shtëpisë. Edhe Omeri pa ushqim. Dhe dalën tu tret dalën dhe shkojnë për të kërkuar dikon për të hangur ushqim tek ndonjë sahabi. Dhe shkojnë te një prej ensarëve, një prej sahabive, disa transmetime kanë thënë se te Ayub el-Ansariu, dhe shkojnë dhe trokitin në derën e tij. Para vëllezër të nderuar, njeriu më i dashur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bashkë me dy njerëzit më të dalluar, Abu Bekri dhe Omeri, njerëz të përgëzuar me xhenet, dalin nga shtëpia për të kërkuar ushqim. Dhe shkojnë trokitin në derën e një sahabiu dhe del, nuk ka qenë ai sahabiu aty, del gruaja e tij dhe thot urdhnoni, e gëzuar që po vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot ku është ejne fulan, ku është burri, tha ka shku për të marr pak ujë dhe tash do të kthehet. Dhe vjen sahabiu dhe kur e shef pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i gëzuar jashtë masë. Ja Rasulullah, thot mirë se na ke ardhur. Musafir më të mirë deri tash nuk kam pas. Pejgamberin alaihi salam, Abu Bekrin dhe Omerin radhiyallahu anhu ju ban konak. Hin mrena dhe më një herë del jashta dhe shkon e pret një dek të hurmës të njohur. Dhe ja be pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe merr briskun dhe del më një herë jashta. Ja, pejgamberi thot kujt u shkoj? Thot do të pres diçka për juve. Atëherë pejgamberi alaihi salam thot ke kujdes, mos ta presh ndonjë kafsh që është me tamël, po pret diçka që nuk është në këtë gjendje. Atëherë del dhe e pret një kinç, siç ka në transmetime, dhe e pjek dhe e hajnë bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjatë ngrënies pejgamberi alaihi salam i drejtohet Abu Bekrit, Omerit dhe këtij sahabit, i thot pasha Allahun, një ditë thot kena mu vetë për këtë ushqim. Ditën ku dalmi para Allahut azza wa jall, kena mu vetë për këtë ushqim. Dhe shumë transmetime tjera që pejgamberi alaihi salatu wasallam çdo herë që hanin ushqim, ju drejtonte sahabive, shokëve duke i thënë keni kujdes se për këtë mirë që u ka dhënë Allahu xhalla xhelalu, keni më dhënë llogari para Allahut te bareke wa taala. Andaj xhamat nderuar, kjo sure na mëson që
njeriu këtë botë nuk do të me pas synim krijesor, nuk do të me pas qëllim krijesor. Kjo është vesile, është mjet për me arrit kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Njeriu nëse i pët pas kësaj dunjas, vallahi do ta mashtron veten e tij, sepse njeriu edhe pse është i atill që ka dëshirë të bën pasuri, të kënaqet me të mirat e Zotit, por mos t'jen shkak që të këto të mirat e Zotit me harru Allahun te bareke wa taala. Andaj ka shumë hadithe që këto hadithe dhe këto ajete na bojnë me dije që njeriu nuk bën më u mashtru. Na ka kallzuar Allahu xhelal xhelal realitetin e kësaj dunjos. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vazhdon tha njeriu të plakët dhe të shtot dashuria për digjera. I shtot dashuria për jetë gjatësi, ka qef me jetu shumë, dhe dita i shtot dashuria robit të Ademit, birit të Ademit, robit të Zotit, çka për pasuri. Edhe pse fillon më plak, çka fillon me ju shtu dashuria për këtë digjera. Andaj do të me pas kujdes, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha fa wallahi la akhsha alaykum al-faqr. Tha pasha Allahun, tha nuk kam frikë për ju për varfrin. Nuk kam frikë nëse ju jeni të varfër. Walakinni akhsha alaykum an tubsata alaykum ad-dunya kama busitat men kana qablakum. Tha nuk kam frikë për varfrin që ju ka plan, po tha kam frikë se Allahu azza jall do t'ja japë dunjon, e tha keni më dhon pas dunjas derisa keni me harru ahiretin, keni me mendu se s'keni me vdek asnjëherë. Fatanafasuha kama tanafasuha, keni me garu pas njëri me tjetrin, çish kanë garu popull që ishin para jush. O tuhlikukum kama ahlakathum, dhe keni më shkatru tha çish u shkatruan popujt që jetuan para jush. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sikurse po don me na thonë që ato të mirat e cilat i ka dhënë Allahu xhelal xhelalu në këtë botë le të jenë shkak me ta kujtu mirësinë dhe rahmetin e Allahut azza wa jall. Në njëjtën kohë ti me falendëro Zotin xhelal xhelalu, sepse nesër kemë dhënë llogari për Allahu subhanahu wa taala. Pastaj në këtë sure Allahu azza wa jall siç tham e tregon edhe se këtë kena me pa xhenemin kena me pa këtë. Wa in minkum illa wariduha. Kur kanë lexuar këtë ajet kuranore në surën Maryam, kret ulema janë trishtu. Pse këtë kena me pa? Këtë kena me pa në lusë me Allah në gjellë gjelalu që veç me pa gjenim, jo me përjetu. Se me përjetu, Allah zë gjellë e ka pregatit për ka besim ta. Ama me pa gjenim kena me pa. Për me najbo me dije Zotë gjellë gjelalu se o robim, sikur se ti mos në kishe besu mu. Sikur ti mos ta kishe besu pejgamberi në alisam, mos ta kishe pasu pejgamberi sallasam, ki do të ishte vendi. Pra ku shkojna për në sirat, kena me pa gjenim, kena me kalu mbi gjenem. Mirë pa, e lusë me Allah në zëllë të në bëj për atyre vetëm që e shofim, por jo me e shiju, sepse është dënim i dhëmshëm. Patyshim që është vendi që Allah i madhruar e ka pregadit për ata të cilat, si shpicek, elhaku mu të kathur, i ka preokupu dunjoja, dhe kur se kanë kujtu Allah në zëllë, dhe kur se kanë kujtu mirësit e Zotë Gjellë Gjellalu, deri sa atë momenti që shkojnë në vareza, dhe si që kemi thonë, nuk ka këthim ma njeriu të vend këtë botë të e përmison veten e ti. Andaj lusë Allah në subhanallah, që sa të jemi gjallë të bëjnë veprat mira. E lusë Allah në gjellë gjelalu ato të mira që ne ka dhënë Allah të barek vë tala, të shfrytëzojmë në falënderim ndaj Allah të barek vë tala. E lusë Allah në zvel ato të mira që ne ka dhënë të mos jenë sprov për neve. E lusë Allah në subhanu vë tala që Allah i madhruar këtë iman që ne ka dhënë, Allah të naruaj deri në ato momente kur të ndahemi nga kjo botë me fjalën më të mirë, fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Allahu i shpërbleft, Allahu i dhash çdo të mirë që keni ndarë kohë për të ndëgjuar. Lusë Allah subhanahu wa taala dhe një që Allah i madhruar të na takon në xhenetet e tij, siç po na takon në kësi vende, në kësi tubime ku përmendet Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.